Vendet europiane po intensifikojnë përgatitjet për një konflikt të mundshëm me Rusinë, duke përfshirë ndërtimin e bunkerëve, forcimin e mbrojtjes dhe shqyrtimin e rekrutimit të detyrueshëm. Franca po harton një udhëzues mbijetese dhe ka dislokuar avion të armatosur me armë bërthamore pranë Gjermanisë, e cila mund të përfitojë nga mbrojtja franceze. Ndërkohë, Polonia dhe vendet nordike e baltike po rrisin kapacitetet mbrojtëse dhe po planifikojnë rekrutime. Vendet baltike po ndërtojnë një lim mbrojtëse përgjatë kufirit me Rusinë, duke përfshirë bunker, llogore për tange, pengesa dhe sisteme raketore. Po ashtu ato dhe Polonia janë tërhequr nga traktati kundër minave antipersonale, duke përgatitur për çdo skenar. Norvegjia ka planifikuar evakuime masive në veri dhe do të presë një stërvitje të NATO-s ku dhe civilët do të përfshihen. Qytetarët janë pajisur me udhëzues mbijetese për një javë. Suedia dhe Finlanda, të tronditura nga lufta në Ukrainë, hoqëndor nga neutraliteti dhe u bashkuan NATO-s. Gjermania ka hartuar një plan 1.000 faqesh për mbrojtjen e infrastrukturës dhe zhvendosjen e 800.000 trupave të NATO-s në rast konflikti. Gjithashtu po hartohet një listë të bunkerëve, përfshirë stacionet e trenave, parkingjet dhe ndërtesat shtetërore për të strehuar civilët.